Mirë shumë, neve ju falenderojmë nga zemra, du mi ju thonë diçka që pa thonë ju, se më keni thonë që do ta themi, njo mëza ju ka rregullu shumë bukur. Faleminderit. Shumë mirë. Faleminderit Naim, një përshëndetje shumë të veçantë për Njomzën, se me të vërtet i ka dur të arta dhe gjithmonë na i rregullon shumë mirë. Faleminderit Njomzës. Mirë. Sahide, apo vazhdon mja majtë zonën e dytë? E dyta u kallë ma e më. A je lëmë dytën, a? Jo, dhe ka një tjetër na i me tregu. Shpesher ndasma si të vogla e kemi nda kështu rollet, edhe tha, Saide ta njona du të me vendosë shka me mendu me knusa, dhe është një problem, sepse kur je ndarësma shumë i latë dhe du të me menu shka me fillu me knu, tha dhe tjetra për me folë. Edhe unë tash mu do këma e letë për me folë, po ishë me të vërtet vështirë. Tash atëherë për marrë rolin unë me prezentu, mi përshëndet dasmor, do me thonë aty, ajo pjesë. Tha mirë. Në moment u këthy dhe ma boni e kish haru cilën kongës dytë, kësë mjani se i kishin hu krejt kongët. Edhe unë e këqyre dhe ja bona thash, du lullijat e bunari, tha ma boni, kërja ka njës i hipa pa më purit, lullë. Tash baba, më ka E bukur kjo. Në vetën e vazhdej. Shumë mirë. E bukur kjo. Apropo kësaj, dua të them që ky spektakël siç e shihni vetë, jemi këtu brenda mbi 500 veta dhe don shumë energji dhe shumë zhurmë dhe ndoshta edhe ngris zërin ndonjëherë më shumë dhe adhuruesit tanë edhe na shkruajnë ndonjë letër. Dhe një ditë po thoja, këta kanë plotësisht të drejtë, po me bo zap këtë sallë, duhet një zoj madh, një zhurmagji si unë. Edhe po mendoja, thash do t'ja u lexoj një ditë në këtë pjesë. Me fol shumë, po thojnë qakall. Mos me fol, po thojnë budall. Me ngrit zonin na tranoj, me ultonin thojnë që kë maroj.